Klubi i futbollit Arsimi nga Çegrani, pas 3 ditëve pune në Gostivar, nga dita e martë ka vazhduar seancat e rregullta stërvitore në drejtimin e stafit teknik që drejtohet nga trajneri Vildan Saliu në qendrën e njohur sportive në Medulin, në Bregdetin e Adriatikut. Ekipi në Kroaci do të qëndrojë 12 ditë ku krahas seancave të rregullta stërvitore në palestër dhe në terren të hapur do të zhvillojë dhe 4 ndeshje kontrolluese e me ekipe nga Kroacia që tani më dihen dhe emrat e ekipeve kundërshtare. Kështu që ndeshja e parë kontrolluese do të zhvillohet kundër ekipit Vukovar, më pas më 10 janar përballen me ekipin Slaven, 13 janar takohen me Primorjen, ndërsa akoma nuk dihet emri kundërshtarit të katërt që do të luhet më 16 janar. Aktualisht me ekipin e Arsimit në Kroaci ka udhëtuar dhe mesfushori nigerian 24 vjeçar Hogan Ukpa, i cili erdhi nga Struga Trimlum, ndërsa këto ditë pritet dhe ardhja e futbollistit kolumbian qendërmbrojtësit 23 vjeçar Brian Kondumi. Kujtojmë se pjesa pranverore e kampionatit në ligën e parë starton më 10 dhe 11 shkurt, me ndeshjet e xhiros së 17, ndërsa Arsimi është mysafir e Vardarit në Shkup.